Ruth dhe Leo Zanger nuk luajnë në shfaqjen e tyre të realitetit televiziv, por nëse do të luanin, me siguri nuk do të mungonte drama për të mbushur një slot kohor javor një orësh. Shikoni këtë çift, të cilët janë të martuar që nga viti 1956. Tani kanë grumbulluar më shumë se 100 për embesa. Para se të fillojmë, siguroni të shtypni butonin pëlqej, të abononi në kanalin ton dhe të klikoni zilen për njoftime për më shumë video të manitshme. Ndoshta është e përshtatshme që Leo Zanger drejton biznesin e tij të pasurive të paluajtshme. Tregtia brenda familjes vetëm mund të sigurojë që kompania të mos falimentojë kurrë. Siç bën Shakai me Herald Wig në prill 2015, ne mund të krijojmë qytetin ton. Dhe me një familje të zgjeruar aq sa e tij, nuk është e gabuar. Në të vërtetë ka disa qytete me popullsi absolutisht të vogël. Merrni për shembull Manowi në Nebraska, i cili u themelua në 1902 dhe popullsia e tij u rrit në rreth 150 gjatë viteve 1930. Megjithatë, si me shumë qytete të vogla në rajon, brezat e rinj përfundimisht u zhvendosën në qytete të mëdha. Deri në vitin 2000, popullsia e qytetit ishte zvogëluar në vetëm 2 persona, të përbërë nga Rudy Ayler dhe gruaja e tij Elsie. Dhe kur Rudy vdiq në 2014, Elsie mbeti vetëm. Të jetosh një jetë kaq të vetmuar mund të ketë përfitimet e saj. Si banorja e vetme e qytetit, Elsie është gjithashtu kryetarja e bashkisë së tij. Si e tillë, ajo ka autoritetin të lëshojë vetes një licencë për pije alkolike dhe çdo taksi shkon në xhepin e saj. Natyrisht, familja e Leo Zanger e tejkalon shumë këtë qytet të vogël. Në fakt, anëtarët e familjes së Leo janë pothuajse të barabartë me popullsinë e qytetit të Dakotës së Jugut, interior. I vendosur në periferi të parkut kombëtar Badlands, qyteti është një strehë e përshtatshme për të eksploruar parqet. Që nga viti 2016, popullsia e tij vlerësohet të jetë 104, mjaftueshëm e madhe për të tërë familjen Zanger, apo sa një fshat në vendin tonë. Dikush mund të pyes veten nëse 83 vjeçari Leo do të kishte ditur çfarë do të vinte kur takoi për herë të parë Ruth Cohn. Pas një prezantimi përmes vëllait të tij Dale dhe motrës së Ruth, Rosie, çifti u martua më 18 prill 1956. Duke u vendosur në Quincy, Illinois, ata nuk humbën kohë për të filluar familjen e tyre. Të sapo martuarit mirëpritën vajzën e tyre të parë Linda më vonë atë vit, por Leo dhe Ruth nuk ishin të kënaqur me një fëmijë. Kështu që familja u rrit përsëri dhe vazhdoi të rritet, dhe ajo vazhdoi të rritet derisa brezi i ardhshëm i Zangerve u bë 12 vet. Pas lindjes erdhën Greg, Debbie, Donna, Steve, Mike, Matt, Chuck, David, Daniel dhe Ernie. Dhe deri në vitin 1984, çifti kishte mirëpritur shtesën e fundit të tyre në klan, Joy. Por zgjerimi i familjes ishte larg përfundimit. Në fakt, kur Joy mbërriti, fëmijët më të mëdhenj të Leo dhe Ruth kishin filluar tashmë të kishin fëmijët e tyre. Kështu që kur djali i tyre më i vogël mbërriti, ai tashmë ishte xhaxha. Ai në fakt kishte 10 për embesa që ishin më të mëdhenj se ai. Një familje me 12 fëmijë mund të krijojë imazhe të kaosit të plot për disa, dhe siç pranoi djali Daniel për Herald Wing në prill 2015, është një familje shumë e zënë, por ne kënaqemi duke qenë pranë njëri tjetrit. Nuk ka kur një moment të mërzitshëm. Ne gjithmonë kemi pasur shumë argëtim duke u rritur. Jo vetëm që fëmijëria e tyre ishte shumë argëtuese, por me sa duket nuk ishte mungesa as të mbështetjes. Në të vërtetë, ndërsa çdo fëmijë rritej në një të rritur, ata natyrisht do të kishin nevojë për mjete për të mbështetur veten financiarisht, dhe siç e deshi fati, kishte një mundësi të gatshme. Si pronar një biznesi të pasurive të paluajtshme, Leo ishte në pozicion të ofronte punë për fëmijët e tij. Ishte një ofertë që shumë prej tyre pranuan. Në fakt, sapo disa prej tyre patën mundësinë, nuk e lanë të shpëtonte dhe disa prej tyre ende punojnë në Zanger edhe sot. Ndërsa fëmijët u rritën, kjo familje vazhdoi të shtonte antar. Në 1975, Linda solli në jetë nipin dhe mbesën e parë të Leo dhe Ruth, Janine. Ishte një moment i madh për familjen dhe me 11 vëllezër e motra të tjerë, ky ishte vetëm fillimi. Prej andej, gjërat u bën shumë më kaotike. Të 12 fëmijët Zanger përfunduan duke krijuar familjet e tyre, dhe ndërsa Janine ishte nipi dhe mbesa e parë e Leo dhe Ruth, kishte shumë të tjerë që do të vinin. Pastaj, ndërsa nipërit e mbesat vetë arritën pjekurin, ata gjithashtu filluan familjet e tyre, kështu që tani Ruth dhe Leo kishin filluar të shtoheshin me stërnipa e stërmbesa në numër. Dhe në 2015, Ruth dhe Leo festuan lindjen e pasardhësit të tyre të 100.
Siç e përshkroi Leo për Herald Wing, Zoti i mirë thjesht ka vazhduar t'i dërgojë ata. Ne mund të krijojmë qytetin tonë. Në fakt, deri atëherë, ai dhe Ruth kishin kënaqësinë të mirëprisnin 53 nipër e mbesa, 46 stërnipër e stërmbesa dhe madje edhe një stër stërnip ose stër stërmbes në grup. Është sigurisht një numër mbreslënës për të mbajtur gjurmë, dhe është vajza Dona ajo që e bëri pikërisht këtë. Çdo shtesë e re në familje, qoftë lindje apo martesë, Dona mban një regjistër. Nuk është çudi që është e lehtë të humbasësh numrin e të gjitha ardhjeve të reja. Në fakt, ishte vetëm për shkak të zellit të Donës që momenti historik i nipit dhe mbesës së 100 të Leos dhe Ruth nuk kaloi pa u vënë. I lindur më 8 prill 2015, stërnipi Jackson Leo Zanger ishte një dhuratë e mrekullueshme për vjetorin e 59 për çiftin krenar. Jackson lindi nga nipi Austin, i cili nga ana e tij është djali Daniel dhe gruas së tij Ashley. Austin i tha Herald Wing: "Ne as që e dinim derisa Donna dhe Kelly kuptuan dhe na thanë 3 muaj më vonë. Është shumë e veçantë. 100 nipër e mbesa, kjo është një gjë e madhe. Është një arritje që Ashley e mban me krenari të madhe. Ndjem pak ekstra e veçantë", tha ajo në NBC në maj 2015. Megjithatë, momenti krenari Austin dhe Ashley nuk erdhi pa disa konkurrenca të forta. Jackson nuk ishte i vetmi fëmijë që pritej rreth asaj kohe. Në të vërtetë, një tjetër fëmijë në familje pritej rreth Marsit dhe kështu filloi gara për titullin prestigjioz. U kthye në atë që Leo përshkruan si një konkurrencë të vogël argëtuese. Mbajtja e gjurmëve dhe njoftimi i antarëve të familjes për takime mund të duket si një detyrë e vështirë, por është një punë që Donna e shijon. Ajo tha: "Antarët e tjerë të familjes gjithmonë thonë, meqense ti tashmë ke të gjithë numrat e telefonit, a mund t'i dërgosh mesazh ose ti telefonosh dhe ti njoftosh për çfarëdo eventi që po ndodh? Por kjo nuk do të thotë që antarët e tjerë të familjes nuk mbajnë një arkiv më personal të kujtimeve nga përvoja e tyre. Për shembull, Leo është në gjendje të rikujtojë momente nga fillimi i historisë së familjes, siç i përshkroi ai NBC-s. Donna lindi gjatë një stuhie e bore nga ferri në janar 1962. Në të vërtetë, ai dimër në Illinois duket se ka qenë tepër i ftohtë dhe, edhe pse nuk rendite ndër stuhit më të këqija në bor në Chicago, kishte një ftohtësi të dallueshme në ajër. Në fakt, temperatura mesatare për muaj ishte 17 gradë Fahrenheit në një minimum të regjistruar në -15 gradë Fahrenheit të mpreta. Por pavarësisht motit, nuk ka diçka të tillë si një mbledhje e vogël familjare për Zangerët. Dhe kur ata i mbajnë gjëra të thjeshta në vetëm mama Ruth, babain Leon dhe të gjithë fëmijët, numrat shkojnë mirë në shifra dyshifrore, veçanërisht kur merren parasysh bashkëshortët. Dhe me shumicën e antarëve të familjes që ende jetojnë në Quincy, ka pak justifikime për të mos u paraqitur në mbledhjet e organizuara. Jo se është një detyrë e rëndë. Familja pretendon të jetë jashtëzakonisht të afërt dhe banda e tyre jo aq e vogël është një burim i madh krenarie për të gjithë Zangerët. Ngjarje të tilla ku pasardhësit e gjeneratës së parë dhe gjysma e tyre të tjerë kërkojnë të jenë të pranishëm përfshir Pashkët, ditën e nënës dhe babait, ditën e falënderimeve dhe Krishtlindjet. Kjo, megjithatë, është larg nga një listë e plotë. Në të vërtetë, familjes i duhet pak inkurajim për të ribashkuar. Ne jemi të gjithë vërtet të afërt, mblidhemi shumë, zbuloi Austin për Uplifting Today. Ka gjithmonë shumë ndërveprim. Ne kalojmë shumë kohë me njëri tjetrin. E di që ka shumë familje gjysmë se ne që mblidhen ndoshta vetëm 1 ose 2 herë në vit. Mbledhjet megjithatë mund të paraqesin sfida logjistike. Pavarësisht numrave që shkojnë lehtësisht në disa dhjetra, mbledhjet e vogla familjare mund të mbahen në shtëpinë e dikujt, por ndonjëherë pritet që gjithë familja të jetë e pranishme, niprit e mbesat dhe të gjithë. Raste të tilla kërkojnë marrjen e masave shumë drastike. Ndoshta nuk është çudi që askush nga radhët e familjes nuk ka një shtëpi mjaft të madhe për të pritur 100 njerëz. Kështu që në vend të kësaj është e nevojshme të marrësh me qira një sallë lokale kishe. Dhe natyrisht ka shumë gojë për të ushqyer. Në të vërtetë, jo vetëm që tavolinat duhet të ulin 100 persona, ato gjithashtu duhet të mbajnë 10 gjel dhe 50 pound prosciutto. E megjithatë, mbledhjet të tilla janë përsosur mirë gjatë viteve dhe ekzekutohen në mënyrë të rregullt. Të gjithë marrin radhën për të ndihmuar me ushqimin dhe të gjithë përpiqen të tekalojnë te njëri tjetri, shpjegoi Donna. Ne gjithmonë mblidhemi për diçka, por edhe pse ajo këmbgulse është gjithmonë një kohë e mirë, perspektivat mund të jenë të frikshme për disa. Partnerët që hyjnë në familje mund të kenë nevojë për kohë për të përshtatur,
jo se është një përshtatje pakëndshme për të bërë, megjithatë. Kelly, gjysha e Jackson dhe gruaja e Daniel, që nga viti 1991 i than NBC-s. Unë vi nga një familje e vogël, por ndryshimi nuk ishte i madh, është gjithmonë argëtuese, shtoi ajo. Dhe ka sfida praktike për të hyrë në një familje kaq të madhe, si shpjegoi Ashley. Më mori një kohë të mësoja emrat e të gjithëve dhe t'i mbaja mend. Pasi kjo pengesë ka përcehet, megjithatë, përfitimet e të pasurit një rrjet të gjërë mbështjetje janë të bollshme. Në kohë nevoje, nuk ka mungesë njerëzish të gatshëm për të ndihmuar dhe ka një zanger në pothuajse çdo fushë, tha Austin me krenari për NBC. Por edhe pse vëllezërit e motrat njihen për grindje dhe zënka, mbledhjet prirën të kalojnë në harmoni pa mosmarrveshje të mëdha. Si shpjegoi Donna për Babel në 2015. Ne nuk kemi probleme me rivalitetin mes vëllezërve e motrave sepse prindërit tanë na i kurajuan të zgjedhim gjërat dhe të jemi të afërt. Dhe tani të gjithë kushërinjtë e rinj shoqërojnë gjithashtu. Ata shkojnë në shkollë bashk, janë në të njëjtat ekipe sportive. Dhe me shtesat të reja që vazhdojnë të mbërrijnë në familje, numri u rrit edhe më tej në 2018. Në të vërtetë, numri tani ka arritur në 102 nipër e mbesa për Leon dhe Ruth, por numri i madh i pasardhësve nuk duket se shqetëson as pak stërgjyshin. Lindja është një mrekulli dhe të kesh një të re është thjesht një gjë e mrekullueshme, tha Leo për të Day në maj 2015. Në të vërtetë çdo shtesë e re është po aq e mirëpritur sa e para, dhe me stërnipër e stërmbesa që kanë filluar familjet e tyre, ka pak dyshim se numri do të rritet edhe më tej. Mund të jetë e lehtë për kudo të ndihet i humbur në një familje kaq të madhe, por lidhja që përshkron familjen Zanger është qartësisht e fortë dhe rrjet drejt për drejt nga lart me Ruth dhe Leo. Dhe sa doni për embesa të mirëpresin, përfundimisht, me siguri askush nuk do të harrohet kurrë gjatë rrugës.